Ish banorja e Big Brother VIP 4, Loredana Brati ka reaguar për herë të parë pas largimit të saj nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ajo ishte dje pjesë e mysafirëve në dasmën e Gjestit dhe Eglit, gjë që u komentua shumë për shkak të marrëdhënies së Jozit me Gjestin. Loredana ka postuar në Instagramin e saj një moment shumë të bukur gjatë dasmës, ku moderatori i spektaklit, Ledion Liço, i është afruar dhe e ka puthur në ball. Krahas këtyre pamjeve ajo shkruan: "Faleminderit nga zemra të gjithëve. Faleminderit dhe për qafimet të ngrohta, mirënjohje e familjes së Top Channel, të gjithëve pa përjashtim, që nga drejtuesit edhe tek çdo punonjës, të gjithë ata që kanë punuar natë dhe ditë për ne, gjithmonë të palodhur e të duruar. Faleminderit atyre që besuan tek unë, atyre që më deshën me të gjitha ngjyrat e mia, ndoshta nuk isha e zonja me fjalët, por thellë brenda shpirtit doja dhe dua të shpreh shumë. Dua të falenderoj të gjithë publikun, ku jashtë gjeta mbështetjen më të madhe, shërimin e çdo loti, plot mesazhe, komente që më mbushin zemrën plot dhe më bën të hidhja pas edhe gjykimet që kisha ndaj vetes. Ky Big Brother mua më rriti, më bëri më të pjekur, më mësoi gjithçka, do të jem mirënjohës së çdo personi, gjithë rrethit tim që kam pranë dhe gjithë atyre që besuan tek unë edhe pa më njohur." Po ashtu Loredana ka sqaruar edhe arsyen pse ka shkuar në dasmë. "Unë shkova në dasmë, e para për të treguar Lorin zemërbardh, me etikë, dhe e dyta se çdo veprim ka një arsye brenda meje. Dua të më kuptoni. Do vazhdoj të jem versioni më i mirë i vetes sime. Duke ju shtuar sa më shumë buzëqeshje në ditët tuaja. Me shumë dashuri nga Lori", shkruan Loredana.